apeloj që të jenë unifikus, të jenë në nivelin të mund deputetit dhe të kenë interesa shtetënore, jo personale. Se si popull, si delegat i ish asaj kohë, kemi qenë unik edhe kemi bo vetëm çështjen kombëtare, jo personale. E këta apeloj që mbrana kohët shkurt të konstituohen organet shtetërore. Porosia ime është që të jenë bashkë, të zgjidhin rrugë bashkë. Pa unitet nuk ka kur gjë. Për shkak prandaj los që të jenë sa më shumë unik për çdo çështje. Desh politikën, desh ekonomikën dhe gjitha. Keni qenë unik atëherë? Po shumë. Çfarë ka dhënë? Shumë. Kemi qenë shumë mëse pasen unik, na s'kishim mundë me këto rezultate që kemi bërë, se ato punë mëdha. Në atë kohë kur i kemi shpall diktatorën kushtetues, çdo kanë qenën që të ndërtesa plot me snajper. Ju apeloj deputetëve tashme këto zgjedhje që s'dihet a do të bëhet certifikimi i tyre, që çdo njeri të përkushtohet në aspektin profesional edhe të zbatoj interesat e bazës nga vjen me qëllime të caktuara për zhvillimin ekonomik, për arsim, për drejtësi, për të gjitha. Janë bërë zgjedhjet, të zgjidhet kuvendi, të zgjidhet qeveria, të zgjidhet presidentja, mos të bëhen egoista. Pa marrë parasysh cila parti.